Berat Gjimshiti është padyshim një nga protagonistët kryesorë jo vetëm në radhët e kombëtares shqiptare, ku mban shëritin e kapitenit, por edhe në radhët e Atalantës, ku është një nga elementët më me eksperiencë, dhe këtë eksperiencë i tregon shpesh jo vetëm në mbrojtje, por edhe në sulm, duke nisur aksione të rëndësishme apo dhe duke finalizuar vetë, siç ndodhi në ndeshjen e sotme të Kupës së Italisë ndaj Genoas. Në takimin e luajtur në Bergamo, kur regjistrohej minuta 19 e sfidës, Atalanta gjeti avantazhin pikërisht fal Gjimshitit, i cili në zhvillimin e një goditje këndi qëndroi në zonën kundërshtare duke pritur një harkim i cili erdhi nga Zalewski, dhe mbrojtësi e ktheu sferën në rrjet me një gjuajtje perfekte me kokë në shtyllën ku nuk mbërrinte dot portieri për një gol që do ta kishte zilisht shumë sulmues.